Televizioni Bojnë, media e vetme me program 24 orësh në gjuhën shqipe në Maltëzi, shënoi sot një moment historik me vendosjen e gurthemelit të ndërtesës së re të këtij institucioni, i cili që nga themelimi i tij ka qenë zë i rëndësishëm i komunitetit shqiptar në këtë vend. Mërgata shqiptare, gjithsesisht këshilli nga diaspora, për ndërtimin e objektit të ri të televizionit Bojnë, ka vendosur që në shenjë mirënjohjeje për punën e bërë ndër vite, t'i dhuroj këtij institucioni mediatik një objekt të ri. Në këtë ngjarje morën pjesë kryetari i komunës së Tuzit Lindon Xhelaj me bashkëpunëtorët e tij, nënkryetari i Kuvendit të Malit të Zi Nikol Camaj, ambasadori i Kroacisë në Mal të Zi Veselko Grubishić, klerik fetar Domnosh Gjolaj dhe Xhevahir Arifaj, si dhe dashamirës të shumtë të këtij televizioni. Të nderuar pjesëmarrës, sot jemi mbledhur këtu për një ngjarje me rëndësi të veçantë për televizionin Bojnë. Përndryshe, televizioni i parë dhe i vetëm në Mal të Zi me program 24 orësh në gjuhën shqipe. Nuk do flas për rëndësinë e madhe të këtij institucioni informativ, meqense jam e sigurt se e dini të gjithë ju dhe shikuesit tanë kudo që janë. Mërgata shqiptare, kryesisht malsore, e ka ndihmuar rregullisht televizionin Bojnë, për çdo jemi shumë mirënjohës. Me nismën e kësaj, gjëgjësisht të Këshillit për ndërtimin e objektit të ri të televizionit Bojnë, ka grumbulluar një sasi të konsiderueshme të mjeteve për ndërtimin e këtij objekti, gurthemelin e të cilit po e vendosim sot. Nuk do zgjas shumë, por në fillim shfrytëzoj rastin të ju uroj mirëseardhje të gjithëve në këtë ceremoni. Shfrytëzoj rastin të përshëndes kryetarin e komunës së Tuzit, zotëri Lindon Xhelaj me bashkëpunëtorët e tij. Përshëndesim ambasadorin e Republikës së Kroacisë në Mal të Zi, shkëlqësia juaj zotëri Veselko Grubishić. Një përshëndetje tjetër shkon për klerikët tanë fetar. Përshëndesim nënkryetarin e Kuvendit të Malit të Zi, Nikol Camaj. Gjithashtu, një tjetër përshëndetje shkon e veçantë dhe ngrohtë për antarët e Këshillit Nismetar për ndërtimin e objektit të ri të televizionit, zotëri Domnosh Gjolaj dhe zotëri Kol Ivanaj. Në redaksin ton ka ardhur një shkresë nga kryetari i Këshillit Organizativ, Josef Dedvukaj, të cilën në tërësi do na lexoj kolegja jon. Si fillim, mirë se keni ardhur. Atëherë do filloj me një herë të citoj fjalët e Josefit Dedvukaj së bashku me bordin organizativ. Përshëndetje në emrin tim personal dhe të gjithë bordit organizativ. Mirëdita të gjithëve. Sot shënojmë fillimin e diçka me të vërtet të veçantë, ndërsa hedhim lopatën e parë në tokë. Nuk po hapim vetëm themelet e një ndërtese, po vendosim bazat për një të arme, plot mundësi, inovacion dhe përparim. Kjo ndërtesë e re do të jetë një dëshmi e vizionit, punës së palodhur dhe bashkëpunimit të diasporës shqiptare dhe vendlindjes së dashur. Ajo përfaqëson rritje, jo vetëm në tulla dhe çimento, por njetët që do të prekë dhe mundësitë që do të krijojë. Një projekt i kësaj madhësie nuk arrihet kurrë i vetëm. Ai kërkon lider të përkushtuar, donator të dashur, punëtor të aftë dhe një diasporë që beson në fuqinë e përparimit të majësisë madhe. Për të gjithë ata që kanë kontribuar me para, kohë, energji dhe pasionin e tyre, ju faleminderit nga zemra. Ndërsa shohim përpara, ky moment na kujton se gjërat të mëdha nisin me një hap të vetëm, ose në këtë rast me një lopatë të parë. Së bashku nuk po ndërtojmë vetëm një strukturë, po forcojmë të armën. Faleminderit dhe le të fillojmë punën. Josef Dedvukaj së bashku me bordin organizativ. Faleminderit. Ndërsa tani me lejoni që të ftoj të marrë fjalën antari i Këshillit Ndihmëtar për ndërtimin e objektit të ri të televizionit Bojnë, zotëri Kol Ivanaj. Urdhëroni.
Të nderuar bashkëpunëtar dhe ju gjithë të pranishëm. Sot është një ditë e veçantë, një ditë historike për Malsinë e Madhe. Dhe për të gjithë ata që me përkushtim e dashuri punojnë për ruajtjen dhe forcimin e vlerave tona kombëtare. Jemi mbledhur këtu me emocion dhe krenari të thellë për të vendosur gur themelin e një projekti mallor, ndërtimin e objektit të ri të TV Bojën. Ky nuk është thjesht një objekt fizik, është një simbol i fortë i ruajtjes së gjuhës, kulturës sonë, një dritare e hapur e fjalës shqipe dhe një dëshmi e gjallë e bashkimit të diasporës shqiptare me vendindje. TV Bojën nuk është thjesht një televizion, por është një qendër me rëndësi jetike për ruajtjen e vlerave tona kombëtare për vite me radhë. Ai ka qenë një zë i fuqishëm për shqiptarët e Malsisë dhe me gjerë duke pasqyruar realitetin, duke promovuar kulturën tonë dhe duke mbajtur gjatë traditat tona. Ky televizion ka qenë dhe mbetet një urë lidhëse mes vendindjes dhe mërgatës, duke në mbajtur të bashkuar përmes gjuhës dhe vlerave tona kombëtare. Ndërtimi i këtij projekti të ri nuk do ishte i mundur pa kontributin dhe mbështetjen e jashtëzakonshme të diasporës sonë, e cila vazhdon të dëshmoj pavarësisht distancave, zemrat tona rrahin njësoj për Malsinë. Ky projekt është një dëshmi e fuqisë së bashkimit tonë, një shprehje e vullnetit të palëkundur për të ruajtur dhe përparuar gjuhën dhe kulturën tonë. Është një amanet për brezat e ardhshëm, një garanci se vlerat tona do të vazhdojnë të lulëzojnë edhe për shumë vite në të ardhmen. Me vendosjen e këtij gur themeli, ne po ndërtojmë një të ardhme me të sigurt për mediat shqiptare në trojët tona. Po e hapim rrugën një qendre të fortë dhe të qëndrueshme e cila do të vazhdoj të informoj, të edukoj dhe të promovoj vlerat tona kombëtare. Ky nuk është thjesht një investim në një ndërtesë, por një investim në kulturë dhe identitetin tonë të përbashkët kombëtar. Në emër të Këshillit Organizativ, shprehim mirënjohje me të thellë për çdo kontribues, çdo individ, familje dhe organizatë që ka ndihmuar dhe do të ndihmojë në realizimin e kësaj vepre madhështore. Fal jush, sot po vendosim themelet e një qendre të përbashkët, e cila do të jetë një trashëgimi e përhershme për brezat që do të vijnë. Bashkë kemi dëshmuar se me vullnet, përkushtim dhe dashuri për vendlindjen mund të arrijmë gjëra të mëdha. Le të jetë ky gur themel një simbol i forcës, unitetit dhe përkushtimit ton të përbashkët. Dua t'ju njoftoj se ky projekt është një llurat për TV Bojën si shenjë mirënjohje për punën e palodhur në ruajtjen e gjuhës shqipe dhe trashëgimisë kulturore në vendlindjen tonë, Malsinë e Madhe. Le të vazhdojmë të punojmë krah për krah për të mbrojtur dhe zhvilluar gjuhën, kulturat dhe traditat tona. Rënoft Malsia e Madhe, rënoft gjuha dhe kultura jonë shqiptare. Ju faleminderit.
Atëherë falenderojmë përfaqësuesin e Këshillit nga diaspora për ndërtimin e këtij objekti që shpresojmë se së shpejti do fillojë të lëshojë shtat, fal kontributit të madh të diasporës dhe personalisht të Kolës. Tani ftoj Domnosh Gjolaj, po ashtu antar shumë aktiv të këtij këshilli, i cili është ndër të parët që ka iniciuar këtë aktivitet. Fjala për ju, zotëri Domnosh Gjolaj. Zonja e zotëri, kam nderi që t'u përshëndes të gjithë të pranishmit, pa dhënë emër askuj, po ashtu t'i përshëndes të gjithë shikuesit e TV Bojinit, si edhe diasporës shqiptare që na mundsoi ta vendosim kurthemelin një objektit të ri pranë objektit të vjetër ekzistues. Dhurat që do t'i shërbejnë TV Bojinit. Fillimisht ju përgëzoj besimtarët musliman për muajin e shenjtë të Ramazanit që ka filluar, si dhe katolikëve për kreshmet që do të fillojnë të mkurrën. Si erdhe kjo ide për të ndërtuar objektin TV Bojin. Fillimisht ishte ideja për 10 vjetorin TV Bojinit që të punohet pranë objektit TV Bojinit një premtore themeluesit të ndjerit Tom Bojaj për kontributin e pamohshëm një dritare që lidh diasporën me velindje, si edhe vetëdijsimin për gjuhën, kulturën, traditën, informimin për gjërat lokale nga ato të gëzimit deri te ato të vdekjeve, edhe tjera. Pas disa që u këshillon me mua, unë këshillohet në vend të një të përmendore të ndërtohet një objekt funksional si dhurat për 10 vjetorin. Kontributin që ka dhënë TV Bojin fillimisht të ndjerit njerit Toma me bashorten Sandrën, e cila ishte e krahu i djathtë i tij. Pastaj Zoti e mori të vetja Tomen dhe Sandra mbeti vetëm me 4 fëmijë, edhe me një fëmijë me nevoje të veçanta. Për të quar në vend dëshirën e Tomës, ajo merr mbi vetin guximin për t'i këmbë fëmijët, por edhe për të drejtuar edhe TV Bojinin. Ishte një sfidë e madhe, njëherë nga ana se ishte ajo grua e vej, që mjedisi e ka ato paragjykimet ndaj gruas. Në anën e tjetër nuk ishte përkrahje as materiale, as morale, përveç disa nga diaspora, madje ballafaqimi me ligjin, detyrimet, obligimet që kërkojnë ligji i medjave të Malizi, si edhe për atë që dëshironin të shohin TV Bojinin të vdekur sepse flet shqip. E sa vështirësi tjera, pengesën, dalesa, të vetëm Zoti i din. Virusi Covid e pengoi këtë realizim dhe ma vonë rinjallët kjo ide e dhuratës që bën diaspora TV Bojinit, pa akuzuar pronarin e TV Bojinit, mbi veten merr përgjegjësinë organizimin e kësaj fushatës avokati i mirënjohur Jozef Detvukaj, kurse punimet Zoti Kol Ivanaj, i cili obligohet të kryen objektin dhe të japin qelset në dorë pronares. Jatë një shembull, Bretkoca e Detit e bën një vizit Bretkoces në një Sarangjës ose Ubelës. Vjen prej Detit dhe kjo Bretkoca e Ubelës ose Sarangjës, si ta doni, gëzohet për ardhen e saj si mosafire. Pid meze, han, diskutojnë. Kurse Bretkoca e Detit, po si jetoni ju këtu, e mbyllun në një
ubel, thot mirë jetojmë. Na pengojnë ka herë na muskojat, mizat, shohim se thonë se jetojnë njerëzit jashtë, po na nuk i shohim, po na trumbullojnë ujin kur nxjerrin ujin prej kësaj sarangjes ose ubles. Atëre pyet Bretkoca e ubles, po si jetoni ju në brigjet e detit? Po na jetojmë po ashtu mirë. Na i shohim njerëzit që ju nuk i shohin, vinë lahen në det. Na i shohim edhe aeroplanat, na i shohim e diellin, e shohim hanën, yt, po ashtu edhe ret, vaporret e shumë gjana tjerë që i shohim. Edhe kjo irritohet e thot. Shporru prej këtij vendit. Mos e ma, a më ke mua për budall? Ku i ke pa njerëzit, ku i ke pa hanën, diellin, aeroplanet, vaporret? Ik prej këtyte e mos e ma e këtu të unë si musafire. Shpesher, do më thonë, edhe ne ka herë e kufizojmë vetin, edhe nuk dim me dalë prej një rrethit, e këtë në mundëson ka herë edhe TV Vojin, i cila me programet të ndryshme e njohin identitetit tonë, jetën tonë, traditën tonë, gjuhën tonë, zgarkohet në prej këtë kompleksit inferior, shqiptari ndershe i mira vetëm ai që din mi bajt ato valigjet, dini pastru këpucët e tjerve, por jo me qenë shqiptar, i cili din më marrë dhe me shkencë, me gjanat e tjera, edhe kjo na ban të pa aftë për me realizua për këtij kompleksit që jetojmë. Do të përfundoj me një anekdot, mreti dhe lypsari. Një ditë për ditëve, lypsari del në shëtitje me kërkua lmosh. Edhe kur e shes se po vjen pranë tij mreti me shoqëruesat e tij, gëzohet se ky sigurisht kam na ndihmua. Por kur vjen mreti aty i ndalon para tina, thot, çka ke më dhanë mua? Lypsari thot, çka, unë kam darë unë me lyp, unë pres prej tejet. Edhe ky shkonen atë strajcën që e ka, gjerë pak oriz dhe ja jep mretit. E mreti shkon. Lypsari kthete në shtëpi, janë kon grose vetë, sepse kam prit se diçka kam e fitua, po s'kam fitua kur gja. Në fund e hjell atë thes, diçka troketën thes, kur qyrë që ka para Napoleona Arit. Dhe të kur i shë edhe habite dhe i thot vete, sa i marë kam qenë budal, po pse s'ja ka dhënë ton orizin. Të gjithve u dyshoj, dhe më thonë ta çfarëzojmë kohën e voditshëm, si të Ramazanit, si ashtu edhe kreshve, për një solidaritet, që Zoti t'i kthejnë gjitha ato kokrat e orizit, të gjitha ato që kontribojmë, se Zoti kam i bekua, djersën ton, munin ton, përkatësisht do të ketë bekim, pash dhe dashuri. Faleminderit. E falenderojmë për fjalët inkurajuese, dashamirin e madh të fjalës së shkruar e të folur, pra edhe të televizionit Vojnë, zotëri Domnor Gjolaj. Ndërsa tani ftoj të marrë fjalën kryetari i komunës së Tuzit, zotëri Lindon Gjelaj, me shpresë e besim se nuk do mungoj as ndihma e përkrahja e komunës së Tuzit në realizimin e këtij qëllimi. Faleminderit shumë, i nderuar zotin kryetari i kuvendit zotni Camaj, i nderuar ambasador i Kroacisë, i nderuar kryetari i kuvendit, të nderuar prisë fetar, të nderuar të pranishëm, të nderuar pjesëtarë të diasporës. Sot është ditë e veçantë për të gjithë ne, sepse
përveç se shënojmë një moment historik për televizionin Bojnë, ne gjithashtu nderojmë dhe falenderojmë me zemër diasporën tonë të çmuar, e cila kur nuk e harroi vendindjen. Përmes këtij investimi, ju dëshmoni dhe njëherë se Malësia është më shumë se një vend në hartë. Është një ndjenjë, është një përkatësi dhe një përgjegjësi që mbani me vete këtu. Ky kontribut nuk është vetëm material, por është një dëshmi e dashurisë për kushtimin dhe vizionit tuaj për të ardhmen e gjuhës, kulturës dhe identitetit tonë kombëtar. Në këtë moment të rëndësishëm, nuk mund mos të kujtoj me respekt veçantë të ndjerin themeluesin e këtij televizionit, Tom Bojaj, që me vizionin e tij dhe dashurinë e tij për vendlindje, ai themeloi këtë institucion, i cili sot është zëri i shqiptarëve këtu dhe në diasporë. Falti dhe atyre se vazhduan misionin e tij, televizioni Bojnë është bërë një simbol i durshmërisë dhe përfasimit të denjtë të komunitetit tonë. Ne si komunë do të jemi gjithmonë mirënjohës për mbështetjen e diasporës dhe do të vazhdojmë që të bashkëpunojmë për të ndërtuar të ardhmen e Malësisë. Ju faleminderit në këtë dhuratë të çmuar për gjeneratat e tashme dhe ato që do të vinë. Faleminderit. Ndërsa tani është momenti që të ftoj përfaqësuesit e Këshillit nga diaspora, Zotriko Olivanaj, ftoj natyrisht edhe Domnosh Gjollaj, si dhe kryetarin e komunës Zotri Lindon Xhelaj, që në këto momente të vendoset të gur themeli për objektin e ri të televizionit Bojnë. Urdhëroni. Televizioni Bojnë është një simbol i bashkimit dhe identitetit shqiptar, do të luaj një rol të rëndësishëm në mbajtjen gjallë të kulturës dhe traditës shqiptare, duke ofruar një platformë të fortë për informim, argëtim dhe edukim shqip. Atëherë ju ftoj të gjithë të qëndroni paksa, duke qenë se kemi edhe një koktejl modest, dhe pse jo të shoqërohemi këtu dhe të festojmë këtë ditë që është e rëndësishme dhe veçantë për të gjithë ne. Faleminderit të gjithëve.